Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të vijojmë të flasim për çështjen Balluku, ndaj të së cilës ditën e sotme gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën që kishte marrë më parë, duke i bllokuar asaj pasaportën, por edhe duke pezulluar nga detyra si zëvendës kryeministre. Por çfarë pret tashmë Belinda Ballukun dhe a është i drejtë ky vendim i gjykatës në raport me të, duke qenë se vetë kryeministri Edi Rama, por edhe ekspertë shumët e kanë cilësuar si palishëm vendimin e gjykatës. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e cilësoni vendimin e sotëm të gjykatës së posaçme ndaj Belinda Ballukut? A pritej që të merrë një masë më e ashpër ndaj saj, por ndërkohë është lënë në fuqi vetëm ajo masë shtrënguese sa i përket bllokimit të pasaportës dhe pezullimit të saj nga detyra? Është bërë gjysma e punës. E plot puna do ishte që asaj të hidheshin ekurat. Përderisa se këta lozën si macja me min, këta tallë edhe me qytetarët. Gjykata kundër korrupsionit dhe gjykata kundër korrupsionit, mirë e thash, që ka lënë në fuqi vendimin e pezullimit në detyra dhe të shkarkimit në detyra të asaj. Jo të shkarkimit, pezullimit në detyra, nuk ka bërë gjë tjetër veçse e ka penguar që të marrë lekë të tjera. Por ajo është zëvendës kryeministre akoma. Pra, ajo duhej, me qenë se prokuroria ka prova, ka dokumenta, i ka të tëra, që ajo ka vjedhur, përse nuk e arreston këtë s'po marrë vesh? Me këtë tallën, se po i lën gjëra për gjysmë. Në qoftë se ajo ka vjedhur zotëri, dhe që ata e kanë denoncuar i kanë dhënë pezullimin e detyra dhe masën e ndalimit të dalë jashtë kufive të Shqipërisë, do të thotë që ajo ka bërë një krim. Atëre ky krimi, përse duhet lënë lirë akoma që të livadhesi? Pse kemi dy masa e dy qëndrime? Pse një djalë që kapet me një cigare hashash dënohet 7 vjet, ndërsa kjo që është zëvendës kryeministre që pas ka imunitetin dhe autoritetin të na rri, privilegjet të na rri e lirë kjo zonja? Jo zotëri, këto janë veprime që unë nuk e prisja këtë nga gjykata sot. Unë sot nga gjykata prisja që ta thellonte vendimin që kishte marrë dhe të urdhrohej që ajo të arrestohej dhe të vej para bankës të akuzuarve. Po ju si mendoni, pse ka ndodhur një gjë e tillë që janë vetëm këto dy masa shtrënguese dhe gjykata nuk ka shkuar më tej? Presioni i atij palloshit gjatë. Është presioni jashtë dhe akonsmi atij. Ai lufton për jetë vdekje tani, sepse ai e di që po vajti ajo Belinda brenda se ajo ja tha dje par dje, ata ndonjë 8 orë, jo 8 minuta, 8 orë bashkë, që u hëngër dhe u grinë me njëri tjetrin si që një derri. Dhe ai e di se që pret po që se ikën ajo, se ajo ka bërë ben, i ka thënë, nuk do më bësh mua dot atë që i bëri babai yt gjyshit tim. Pra shpatat janë zhveshur. S'ka më vend aty për diskutim. Ai tani e mban aty sepse po i ku ajo do iki dhe vetë ai me gjithë, se bie qeveria, se qeveria e rënë në fakt qeveria, por ai pra të bën. Kërkon të shpëtoj lëkurën e tij. Në këtë rast ju mendoni se Edi Rama është duke mbrojtur me çdo kusht Belinda Ballukun, duke qenë se 2 panderit e tjerë u lanë në arrest shtëpie ditën e sotme? E mbron me çdo kusht, jo, se mbron ai, mbron veten ajo, i bën presion ajo atij. Çfarë presioni? Ajo çfarë presioni? Po i kanë bërë bashkë vjedhjet edhe pistolet të tëra krimet, është bashkëpunëtor në krim ai. Për të mos thënë se urdhëruar si ai, prandaj ajo tallet me të tani. Prandaj ajo i thot palloshi gjatë. Prandaj ajo shpreh larën kur thot populli me të, edhe ai s'ka që bën hiç. A mendoni se në takimin që zgjati prej 7 orësh në kryeministri, Belinda Balluku e ka vendosur Edi Ramën me shpotlla pas muri, apo e ka kërcënuar, apo në këtë rast ka qenë një takim për gjetur rrugë zgjidhjen? E para ka qenë kjo, që hajtë gjem një rrugë zgjidhje me që e kemi bërë bashkë të byrek. Por ajo e ka vendosur, pa dyshim që e ka vendosur me shpatulla për muri. Ajo i ka prova në dorë, i ka fakte, i ka të tëra, i ka urdhat se ajo nuk është budallaq. Dëgjoj, ajo është agente e stërvitur. Ajo është matahari.
Dhe si e tillë ajo ka ruajtur dhe ka rezervuar dhe ka arkivuar prova dhe dokumente dhe filmime dhe xherime dhe mesazhe, të gjitha çka bën me Edi Ramën, sepse ajo dinte që do vinte kjo ditë. Ajo dinte mirë që kjo ditë do t'i vinte. Dhe është e përgatitur në mënyrë perfekte ajo për këtë ditë. Prandaj trembet ai dhe i vjen anash, i vjen vërdall dhe nuk di nga t'ja mbaj. Ramës tani po i digjet koka. Dhe kjo u arrestua mbasi erdhi zyrtari i lartë amerikan dhe kontaktoi me drejtorin, me kryetarin e SPAK-ut. Kështu. Në këtë rast, a ka nisur një betejë mes Ballukut dhe Edi Ramës, apo akoma janë ato ujëra ku Balluku mund t'i shpëtojë drejtësisë? Jo, Balluku nuk i shpëton drejtësisë, çfarëdo që të bëj, kudo që të vej, sido që të cilët Balluku nuk i shpëton drejtësisë, po problemi është që të marrë atë me vete. Lufta bëhet që të marrë atë me vete, nuk bëhet të shpëtojë jo. Se ajo e di që nuk shpëton, po ajo di dhe atë tjetrin dhe i tha që ne do ikim bashkë, nuk iki vetëm unë, i tha. Ajo thash është Matahari në Shqipëri. Ajo i ka bërë të tëra të zeza. Ajo është instruktuar në mënyrë perfekte, se është sa djallëzore aq dhe e bukur, dhe i ka siguruar të tëra ato që duheshin me të njëjtat mjete dhe mënyra që i siguronte Matahari para 100 ca vjetësh. Ajo është spiune e stërvitur. Dhe ajo ja ka marrë Edi Ramës të gjitha çfarë i duheshin asaj për të mbrojtur dhe për ta marrë atë me vete. Sepse edhe ashtu është instruktuar nga ata që e dërguan këtu. Ajo është agent e shërbimit sekret grek, zotëri. Dhe ajo i ka shërbyer në mënyrë të shkëlqyer sipas ndyrësisë tyre, në mënyrë perfekte desha të thoshja, shërbimit sekret grek dhe interesave të larta greke. Mos harroj që Edi Rama ka vënë ministër mbrojtje një grek në Shqipëri. Imagjino se deri ku ka arritur tradhtia këtu. Prandaj Edi Rama kësaj trembet. Edi Rama e shikon që nga Amerika nga thonjtë e FBI-s nuk shpëton dot më. Ka mbaruar ajo punë, shpreh ai kostum. Nuk del dot më nga thonjtë e FBI-s. Bashkë me këtë me turpet që kanë këtu, kanë dhe problemin me Gonigallit, ai Rama ka shumë për të dhënë. Dhe do të japi dhe do vej bashkë me atë fëmrën, spionën greke, do vej në burg. Qeveria franceze. Po. Në këtë rast, cili është fati i Belinda Ballukut në këtë rast, që nga vendimi i gjykatës sotme në vimësi? Do vej në burg. Kur? Do detyrohet Edi Rama që sa ta shkarkoj Edi Rama, dhe do detyrohet ai ta shkarkoj. Se s'ka nga e mban. Kur do ta shkarkoj? Do ta shkarkoj nga zëvendës kryeministre. Se ai është drejtuar gjykatës kushtetuese për të zgjedhur ngërçin. S'ka ngërç aty. Nuk ka skele ligji aty. Pa dalin se po e trajtoni dhe ju gazetarët, po e orientoni shumë keq opinionin publik. Zotëri, cili ngërç ka ndodhur? Pa më thuaj. Cili ligj është shkelur? S'ka ligj, s'ka shkelur ligj. As prokuroria, as gjykata nuk ka shkelur asnjë ligj, pse do vende gjykata kushtetuese. Te gjykata kushtetuese shkohet kur ke shkelje të ligjit. Po, drejtat e njeriut, po. Ashtu. Ligj nuk është shkelur, asnjë drejt nuk është shkelur, pse do vende gjykata kushtetuese. Ja themun që tani gjykata kushtetuese do lënë fuqi vendimin e gjykatës apelit, gjykatës lartë e të apelit. Ka mbaruar ajo punë. Nuk ka shkelje ligji, zotëri. Ora u kap një hajdut, u arrestuash, domethënë që do merret gjykata kushtetuese me hajdutët. Çfarë bëni kështu? Në këtë rast, SPAK-u, ajo është duke ju afruar Edi Ramës, apo do duhet kohë të shkojë deri tek ai? SPAK-u Edi Ramën e ka në kanistër, e ka në sport. Kur do ta nxjerrë të shohim? Duhen pyetur ata. Ditën e djeshme ka pasur raportime në media se SPAK ka bastisur zyrat e Ministrisë së Financave duke kërkuar dokumentacionin si pasojë e një hetimi nisur mbi heqjen e gjobës prej 120 milionë eurosh ndaj Bankës Petroleum. Në këtë rast, a mendoni se SPAK është duke goditur ato pikat e dobta të
kryeministrit Edi Rama dhe po e rrethon atë? Po Edi Rama parat që merrte, nga do që kanë shkuar parat kanë dalë nga Ministria e Financave, kanë dalë me urdhrat e ministrave të financës. Kështu që Spaku e di mirë ku vetë kërkon. Follow the man. Edhe kjo i zgjidh të tëra. Ndiq paran. Ka që thjesht është. Spaku atë po bën, po ndjek parat ku kanë vatur. Dhe në këtë pyetje kemi bërë vazhdimisht. Nuk ne duhet u arrestua, po su arrestua Edi Rama apo Belinda Balluku, na duhet ku kanë vajtur 5 miliard dollar zotëri, të administruar nga Belinda Balluku. Ku janë? Ku kanë Se vajtur? janë? Dhe t'i gjëjnë. Ata e dinë ku i kanë. Për mua kanë vatur në xhep të tyre, po shteti, Spaku, duhet të kërkoj, t'i gjëj, t'i nxjerrin vetë ata, t'i tregojnë ku i kanë çuar, t'i dorëzojnë, edhe mbase kush e di u lehtësohet dënimi. Po që do vend në burg nuk bëhet fjalë fare. Që qeveria ka rënë, kjo është më se evidente. Këtë nuk e besojnë vetëm patronazhistët që i mban me propagandë të gjithë kanaleve televizive që edhe opinionistëve që i ka vënë në rrjesht Edi Rama dhe u thotani shkoni dhe mbroni mua, dhe që ata fatëzes duan ta mbrojnë, po se mbrojnë dot. Dhe atë mbrojtje që duan ta bëjnë për arsye sepse kanë ngrënë nga Edi Rama, u ka dhënë para janë të paguar rëndësishëm shumë ata. E kupton? Prandaj ata janë detyruar të binden shkopit e Edi Ramës. S'bëjnë gjë tjetër veçse nxjin fytyrën e tyre për të bërë atë lloj mbrojtje bajate, të pacip, të pamoralshme që i bëjnë Edi Ramës, se nuk është mbrojtje ai. Si është e mundur që Edi Rama e shiti me njëherë Arben Ahmetaj, ndërkohë Belinda Balluku është duke mbrojtur, duke çuar çështjen e saj edhe në kushtetuese? Sepse e pare punës njerë, ta thash para pak më parë, Belinda Balluku atë e ka kapur atje ku kapet burri keq. Ja ka regjistruar dhe evidentuar që të gjitha e ka të dokumentuara, ka arkivin e saj. Ka arkivin e saj, arkiv të cilin e ka dhe shërbimi sekret grek. Gjithçka që disponon Belinda Balluku i disponon shërbimi sekret grek. Këtë shqiptarët ta dinë mirë, por problemi im nuk është me këta. Fatkeqësia që na ka dhënë neve si popull, që e ham sapunin për djath, na mashtron një matahari, një spiune e rregjur, na mashtron një gangster, një hajdut, njëri pervers, një palaco cirku, një karagjos që e kemi kryeministër, dhe në partinë e tij s'ka asnjë zë që të dalë të thotë stop, ç'është kjo që po bën. Dhe kjo për arsye sepse ta në moton e tyre, në devizën e tyre kanë pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrojt me grykën e pushkës. Këtë deklarat e keni në internet, po doni ua dërgoj unë, të bërë nga Gramos Ruçi, ish kryetari i Kuvendit dhe ish ministri i brendshëm i pushtetit Enver Hoxha Tramizalis. Pra këta janë të vendosur vetë me vetë tyre mendojnë që do të vënë qytetarë nga mbrapa që të bëjnë tradhjera në Shqipëri dhe për këtë janë përgatitur. Kot lodhen, po va them unë lodhen pare kot, se këtë gjë nuk do ta realizojnë dot kurrë, se në Shqipëri tani ka forca të tjera që veprojnë, edhe që komandojnë dhe që drejtojnë jetën e vendit për të mbajtur popullin të qetë, mos thyhet asnjë xham, por ata të qerohen dhe të shkojnë në burg. Janë të tjera forca që komandojnë. Dhe kjo u pa ditën e hënë kur erdhi emisari amerikan, vajti kontaktoi me drejtorin e Spakut dhe fill pas bisedave, pas vizitës atij zotërisë, filloi u arrestua Belinda Balluku. Veç asaj, para 3 ditësh, kryetari i Shpresës Demokrate deklaroi dhe tha, nga ky moment tha flas si kryeministri i Shqipërisë. Dhe në datën 27 ai ftoi të gjithë shqiptarët nga janë anë mban botës të vinë dhe në datën 28 nëndor të festojmë nëndorin e tretë të çlirimit të Shqipërisë. Dhe këtë ai nuk e thot nga mendjetia. Zoti Islami, ta mbaroj. Po. Mos më ndërpre. Këtë ai nuk e thot nga mendjeti, nga vetja e tij. E thot sepse ashtu atë urdhër ka marrë, atë direktivë ka marrë dhe ajo do realizohet sepse është plani 100 vjeçar amerikan. Dhe do realizohet të s'bën. Vazhdojmë. Zoti Islami, ju mendoni se ka një dorë amerikane në këtë rast për të goditur Belinda Ballukun? Dhe kjo dorë amerikane a do zgjatet edhe deri te Edi Rama? Nuk mendoj, ai është fakt.
Jo zotri, nuk është për të menduar e për të fantazuar ajo punë. Ai është faktor. Janë amerikanë që komandojnë, pik. Prandaj vinë vërdall dhe këto LGBT të Evropës. Se e din që s'kanë që vinë Amerikës. Kështu që është prera i kostum, unë ja u them, por nuk duan ta besojnë. Unë u bëj thirrje qytetarëve të ndershëm, atyre që klikojnë dhe japin mendime, opinionin për emisionet tona. Ore njerëz, sillni mendjes, hapni syt ku po uçon ky pushtet, kjo parti, kjo klasë politike. Ku po uçojnë, e shikoni, i keni hapur syt të shikoni që Shqipëria po boshatiset, që ju po bashkëroheni për ditë, që juve po merren prona ditë për ditë, që juve po mashtrojnë ditë për ditë, që juve gjykatat u kanë sirgjënosur djemt më të mirë, shkoti për një cigareshash. Pra këtyre u bithirje unë. Nuk u bithirje atyre të betuar, komunistëve të betuar që ka e tjena ma rreth e rotull. Zotë Islami, nisur nga rasti i Belinda Ballukut, a mendoni se Edi Rama tashmë do të goditet pikërisht si rasti i vet Belinda Ballukut, apo ai do të shkojë përtej këtij mandati deri në vitin 2029? Është pa mundur, nuk shkon. Ai deri në datën 28 nëntor është i dorëhequr. Dhe dorëheqjen do ta bëj me shkop, me dëshirë. Dakor, po vendos bast shumë të rëndë, sepse aty mund të jetë edhe në datë 28. Këtë besim kam të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po u zgënjym dhe kësaj radhe, se shfajon. Duke u referuar pjesës së kryeministrit Edi Rama, si mendoni, në shkresën që kanë nxjerrë për të drejtuar gjykatës kushtetuese, a është kjo një përpjekje për të mbrojtur Belinda Ballukun, apo është një përpjekje për ta dërguar topin mes institucioneve të drejtësisë? Ai bën diversion dhe kërkon që të përçaj dhe të orientoj sistemin e drejtësisë. Në gjykatën kushtetuese zotëri nuk janë budallë, janë njerëz me mend kokë. Dhe ata e dinë mirë, shkojnë që s'ka shkelje ligji. Se po morën ata vendim, siç mendojnë, siç shpreson ky pallosh i gjatë, atëherë që do shkojë në Strasburg, po Strasburgu nuk shikon shkelje ligji aty. Ju thoni se Edi Rama mund të bjerë në datë 28 nëntor, ose të paktën nuk e shtyn dot këtë vit dhe... Jo, nuk do të shtyj. Çfarë ndodh në momentin që bie Edi Rama? Do marrë pushtetin qeveria teknike që është gati dhe do shkojë të marrë zyrat. Ka që thjeshtë. Po si u merr ka pa pasur zgjedhje? Çfarë zgjedhje kërkoni ju? Po si mund merret pa pasur zgjedhje, pa hyrë në zgjedhje, si u marr ka? Nuk e dhënë dorëheqjen qeveria. Po ka një logjik kushtetuese, sepse kjo është republikë parlamentare. Bie një qeveri, shkohet drejt zgjedhjeve të parakohshme, partitë politike hyjnë në zgjedhje dhe pastaj kush fiton zgjedhjet merr qeverinë. Ka një kushtetutë që është sjell këtu, është importuar nga Serbia dhe nga Greqia, të cilën Shtetet e Bashkuara nuk e njohin, edhe unë nuk e njoh si person. Dhe është një kushtetutë që është për në kosht plerave dhe i ka përfunduar në kosht plerave. Po ju them prap, këta do japin dorëheqjen dhe pushtetin e merr në momentin që jep dorëheqjen qeveria zotëri, krijohet qeveri teknike. Dhe qeverin teknike nuk do ta organizojë këto forca politike. Se këta do bëjnë kështu, vdiq muçua hop kalemi për të, si thon asaj, për të vdekur mall nuk kemi. Nuk është problemi se do i ky hajde se do bëjnë këta një qeveri teknike. Jo, objektivi është që kjo klasë politike komuniste shqiptare të qërohet nga pushteti. Ky është objektivi dhe ky do arrihet. Nuk e shtyjnë më amerikanët komunizmin në Shqipëri. Nuk e lënë këtë çimpant jashtëzakonshëm të maiset akoma më tepër. Dhe me këtë rast do t'i tregojnë vendin dhe Evropës, që mbështet banditët këtu, që vjen ajo nga Evropa edhe thotë zgjedhjet u bën të mira, thotë. Ku ti thotë ajo u bën të mira zgjedhjet? Me këtë tallet ajo. Marta Kosu shpreh që zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme. Ishin aq të ndershme sa që ishte Marta Kosu e ndershme. Kaq. Pse nuk ishin të ndershme sipas jush? E kupton vet ajo. Si? Nuk ishin të ndershme sipas jush.
Pyetje është kjo është pyetje retorike, ka përgjigjen brenda. Ti që si zgjedhën edhe jo këto, si palëzgjedhje gjatë 34 vjetëve nuk janë bërë të ndeshme në Shqipëri. Asnjë, fare asnjë. Veç se është dorëzuar pushteti me marrëveshje pas kujtave. Nëse bie qeveria e Edi Ramës në 28 nëntor, siç thoni ju, çfarë pret vet kryeministrin Edi Rama pas kësaj date? Burgu, është tjetër, do arrestohet. Ka mbaruar ajo punë, do arrestohet se do ta marrën amerikan njerë për FBI-n, për me Gonigallin. Ai e di mirë që pretor zotëri, ai përpiqet tani si i mbyturi që kapet për lesht kokës. Ai e di se fundin e tij se ç'fund ka. Në këtë rast, cila dosje do të jetë më delikate për të? Kjo që ka të bëjë me varësit e tij, përmendim këtu rastin e Belinda Ballukut, apo janë dosjet që prekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është ajo e Charles McGonigal, apo edhe takimi që ka pasur me luftar Hysaj në zyrën e tij lidhur me kartelin Sinaloa? Janë që të gjitha bashkë. Dosjen e ka sa një male, ka sa një kamion dosjen. Është dhe 21 janari që ka bashkëpunuar me Sali Berishën për të vrarë 4 qytetarët atje. Janë shumë. Nuk kanë fund krimet e këtyre. Është nafta që ta po e vjedhin ditë për ditë dhe nuk dihet ku shkon. Dhe shqiptarët janë më të varfër në botë. Është krimi që i ka bërë këtij populli duke ka ta ndisur për një vakt buk. E kupton sa kriminal janë këta, sa të ndyrë janë këta komunistët. Një vakt buk nuk i lën të marrë të nesëmin. Ja kanë me rubinet dhe bukën dhe ujë. Të tëra. Ky vetëm që si vë do të ajrit rubinet. Kaq kriminal është. Kaq kriminale janë. Kaq politikan kriminal janë. Kaq politikan të shitur të degeneruar qeverisin këtë vend. Zoti Islami, të rikthehemi sërish te Belinda Balluku, e cila gjatë seancës së sotme, siç raportohet nga vetë gazetarët që kanë qenë pjesë kanë marrë pjesë në këtë seancë, theksohet se ajo i është drejtuar gjykatës që nëse Edi Rama largohet jashtë vendit, kush do t'i firmos vendimet e Këshillit të Ministrave në Shqipëri. Dhe në këtë rast nuk krijohet një krizë dhe na duhet me patjetër Belinda Balluku që të firmos vendimet e Këshillit të Ministrave. Nuk i marrë në konsiderat fare. I konsiderojmë të paqen, shkon qeveria teknike në zyra dhe vendos që në atë moment ndërtimin e shtetit. Dhe s'na duhen hiç. Po flasim aktualisht. Aktualisht, ja pra, po them do shfuqizohet kushtetuta, nuk e pyesim fare. Po kush e shfuqizon kushtetutën pra? Ai që do marrë pushtetin. Ata që urdhëruan. Ja do të them unë, ju doni mekanizmin. Mekanizmat janë 1000. Mekanizmi kryesor themelor është arrestimi të këtyre të dyve. Për vjedhje bie qeveria, automatikisht merr pushtetin qeveria teknike, se është ngritur qeveria teknike. Nuk ka nevojë të votohet e të propozohet e të bëhet. Është gati. Në këtë rast, ju si e shikoni Shqipërinë në gjithçka që po ndodh sa i përket qoftë procesit të saj të antarësimit në Bashkimin Evropian, nga njëra anë dhe nga ana tjetër goditjeve që po jep drejtësia ndaj politikanëve të korruptuar, apo dhe qoftë goditjeve ndaj eksponentëve të qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Antarësimi në Bashkimin Sovjetik është një mashtrim 35 vjeçar, nuk do bëhet kurrë. Bashkimin Evropian? Po, nuk do bëhet kurrë. Kurrë. Se Bashkimi Sovjetik i ktheu këmbët nga dielli. Bashkimi Sovjetik Evropian, jo si ka këtyre këmbë nga dielli, jo është Bashkimi Sovjetik Evropian. Ata janë komunistët e Rusisë, janë që komandojnë në Evropë tani. Dhe Shqipëria do bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tallen kanë 35 vjet që thonë zgjedhjet ishin të mira. O turpi botës ku këta shqiptarë kaq idiot janë? Ore nuk janë idiot, fakt se dhe unë bjem qafkot. Po këta s'kanë që bëjnë se marrën një rrogë atje tek këta gangsterë që kanë qeverisur deri më sot edhe detyrojnë që të mbështesin. Por në fakt fajtor janë ata që quhen deputet. Me ata do kemi punë. Veçanërisht me ata të 76 që votuan ligjin e Gjinis. Me ata do kemi shumë punë. Çfarë i pret ata? Ata e pret burgimi i përjetshëm, zotëri. Se kanë votuar një ligj që është antinjerëzor.
Është krim kundër njerëzimit. Është genocid. Është genocid, është krim kundër njerëzimit. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.